Përshëndetje, ne sot kemi punuar një projekt në lëndën e historisë, kemi kullën e Adem Jasharit, vim nga shkolla fillore mesme Olt, me gjeni Rufçëri, unë quhem Alisa Shanica. Dhe unë quhem Amela Hajdini dhe bashkë kemi punuar projektin në lëndën e historisë. Pa humbur kohë vazhdojmë me prezentimin e projektit. Në këtë projekt kemi paraqitur kullën e Adem Jasharit që është bërë edhe një monument historik, është kthyer pra në një monument historik dhe është shumë i vizituar nga çdo turist në çdo anë të botës. Ne jemi munduar që me mundësitë tona sa do pak të paraqesim kullën e Adem Jasharit, domethënë ne jemi mundësuar që sa më mirë ta paraqesim atë, sigurisht që kemi paraqitur edhe mendimin e arsimtarës tonë dhe pashtu domethënë edhe nxënësit e tjerë na kanë ndihmuar që ne domethënë të paraqesim kullën e Adem Jasharit, ku kjo kullë për neve ka një rëndësi mjaft të madhe, sepse në këtë kullë domethënë është bërë një sakrificë e madhe e një familje të tërë. Për këtë arsye ne jemi munduar që të paraqesim kullën e Adem Jasharit me ato mundësi të pakta që kemi pasur domethënë ne. Ne përveç se jemi munduar që të paraqesim kullën e Adem Jasharit, po ashtu kemi paraqitur edhe 3 nga anëtarët kryesorë të kësaj kulle, Shaban Jashari, Adem Jashari dhe Hamz Jashari. Ky këtu është komandanti legjendar Adem Jashari, Shaban Jashari dhe Hamz Jashari. Po ashtu përveç tyre kemi paraqitur edhe njerëzit e tjerë, sidomos fëmijët e vrarë brenda kështjellës dhe që janë të ngjyrosur me ngjyrë të kuqe që simbolizon gjakun. Po ashtu në këtë pjesë të shtëpisë kemi bërë edhe një furrë të bukës apo magjen e bukës, në të cilën ishte fshehur Besarta, e cila sot na tregon këtë ngjarje pra më së miri. Pashtu edhe jashtë shtëpisë ne kemi paraqitur rëmuja që janë shkaktuar gjatë asoj dite, ku ne këtu kemi paraqitur traktore i cili domethënë është i djegur dhe pashtu kemi paraqitur edhe kafshët si pulën dhe lopët, të cilat domethënë janë të mbytura, dhe pashtu këtu kemi të paraqitur motorciklicën domethënë të Adem Jasharit dhe i munduar të paraqisim domethënë jashtë domethënë shtëpisë këto rëmuj që ishin shkaktuar në 5, 6 dhe 7 mars, dhe domethënë ne nga kjo kuptojmë se sa sakrificë dhe heroizëm ka bërë kjo familje për ne, që ne sot jemi në liri. Për këtë arsye kjo shtëpi ka një rëndësi mjaft të madhe për të gjithë shqiptarët kudo mban që janë. Brenda kësaj shtëpie ishin gjithsej 58 anëtar, edhe nga ta gjithë të vrarë përveç Besartës që kishte shpëtuar, dhe ishte në atë kohë 10 vjeçare. Ne kemi bërë një përmbledhje të shkurtër për të gjitha ditët që ndryshe njihet edhe si epoka e ushtrisë zgjerimtare të Kosovës. Në ditën e parë, më 5 mars të vitit 1998, së pari ndodhi një luftë shumë e tmerrshme brenda forcave serbe edhe kosovarëve, pra më saktësisht të kësaj familje, edhe ishin e vrarë vetëm një anëtare, gruaja e komandantit legjendar Adem Jasharit, Adilja, cila shkoi për të marrë municion në shtëpinë tjetër, por u vra tek shkallët e shtëpisë. Përveç kësaj nuk ishte ndonjë të vrarë tjetër gjatë asaj dite. Pra, domethënë në ditën e parë 5 mars është vrarë Adilja, gruaja Adem Jasharit, dhe me 6 mars sërish filluan granatimet e forcave serbe, të cilat domethënë ato rënuan të gjithë shtëpinë, duke bërë të gjitha këto vrima që po i shohim edhe ne, dhe këto granatime filluan domethënë me 6 mars në fillim të mëngjesit, ku e shkatër të gjithë shtëpinë dhe pashtu filloi që t'i dëmtonte edhe të gjithë anëtarët e familjes që ishin të strehuar në këtë shtëpi. Dita e tretë, apo më saktësisht 7 marsi të vitit 1998 ishte dita e fundit, apo edhe dita e rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari, bashkë me familjen e tij. Ishin të vrarë gjithsej 56 anëtar të familjes, dhe ne do t'i kujtojmë për gjithmonë të rënët për këtë betejë, pra që ne sot të jetojmë të lirë, pra në paqe.